Cilat janë shenjat e para dhe të dukshme që pacienti të dyshoj për çarjet e daullës së veshit dhe të shmang përdorimin e alkoolit borik? Po, pra rast tjetër, ku mund të dyshohet për çarjet e daullës së veshit është kur një dhimbje shumë e fortë veshi qetësohet papritur. Në këtë rast, nga presioni i madh i krijuar brenda veshit, nga qelbi apo lëndët e tjera, mund të çahet daullja. Si pasojë, dhimbja qetësohet, por fillon rrjedhja e lëngjeve nga veshi. Edhe në këtë rast, mos eksperimentoni duke përdorur alkool borik pa vizitë mjekësore. Për më tepër informacion, na ndiqni në kanalin Semafori Barnave në YouTube, kanal dedikuar këshillimit dhe edukimit mjekësor për barnat. Faleminderit.